Në një arkiv të vjetër të Prishtinës, mes doshjeve të pluhurosura që askush nuk guxonte t'i hapte për 38 vjet, u gjet një zarf i vullosur me pull të kuqe. Mbi të shkruhej vetëm një numër: 24 prill 1984. Brenda kishte një letër dorëshkrim shkruar me dorë të dridhur, ku një grua me emër të fshehtësuar tregonte se si e detyron të heshtë përgjithmonë. Letra fillonte me fjalët: "Nëse po leconi ketë, do të thotë se unë nuk jam më ketu për të mbrojtur." Kush e shkroi këtë letër? Pse u fsheh për gati 4 dekada? Dhe çfarë ndodhi atë pranverë të vitit 1984, që detyroi një nga zërat më të dashur të Kosovës të zhduket nga skenat, nga ekranet, nga jeta publike, sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Sot për herë të parë, ne do të hapim dosjen që autoritetet e asaj kohe e quajtën të ndaluar. Dhe ajo që do të zbulojmë, do t'ju bëj të dyshoni në çdo version zyrtar që keni dëgjuar ndonjëherë. Neçmie Pagarusha nuk ishte thjesht një këngëtare. Ajo ishte shpirti një populli që këndonte kur nuk guxonte të fliste. Në vitet e hershme të viteve 80, emri i saj shkruante histori. Çdo koncert i saj ishte një ngjarje kombëtare. Njerëzit udhëtonin me orë të tëra vetëm për ta dëgjuar atë zë që i bënte të harronin vuajtjet e përditshme. Në sallat e mbushura plot, ku ajri bëhej rënd nga emocioni, Neçmia dilte në skenë me një elegancë që i përkiste vetëm asaj. Fustanet e saj të qëndisura me art tradicional, flokët e lidhur me kujdes, buzëqesha që fshihte dhimbje që askush nuk i dinte. Kur fillonte të këndonte, koha ndalej. Burrat me mustake të trasha, që kishin parë luftra dhe vuajtje, fshinin lot në errësirë. Gratë e reja ndronin të ishin si ajo. Fëmijët mësonin këngët e saj para se të mësonin të shkruanin. Por pas atij shkëlqimit të skenës, pas duar trokitjeve që në pushonin, pas buketave me lule që mbushnin domen e saj, ekzistonte një botë tjetër, një botë që askush nuk e shihte, një botë ku Neçmia nuk ishte ikon, por një grua e lodhur, e rrethuar nga njerëz që e shihnin si mjet, jo si njeri. Në vitin 1981, diçka ndryshoi në Kosovë. Demonstratat e studentëve shkundën themelet e pushtetit, rrugët u mbushën me thirrje për liri, për dinjitet, për të drejta. Beogradi u trondit, dhe kur pluhuri u ul, filloi një periudhë e errët, lista e zeza. Emra që duhej të heshtnin, artistë që duhej të ndëshkoheshin. Neçmie Pagarusha nuk ishte marrë pjesë në protesta, ajo nuk ishte bërtitur slogane, por ajo kishte bërë diçka më të rrezikshme, kishte kënduar për popullin e saj në një kohë kur vetë ekzistenca e atij populli konsiderohej si kërcënim. Këngët e saj, edhe kur flisnin për dashuri apo natyrë, partnin brenda tyre një identitet që duhej të shuhej, dhe kjo nuk mund të tolerohej. Në dhjetor të vitit 1983, Neçmia u thyrë në një takim. Zura ishte e ftohtë, me mure gri dhe një tries të gjatë, ku ullur ishin burra me kostume të errta dhe shprehje të ashpra. Asnjë prej tyre nuk buzëqeshej. Ata nuk e pyetën si ishte, nuk folën për artin e saj. Fjalët e tyre ishin të qarta dhe të ftohta si thika. Ju keni bërë gabime, ju keni shkuar shumë larg. Tani duhet të zgjidhni, familja juaj apo karriera juaj. Çfarë do të thotë kjo? Çfarë gabimesh? Neçmia u përpoq të kuptonte, por ata nuk dan shpjegime, vetëm kërcënime të fshehura pas fjalëve zyrtare. Në muajt që pasuan, jeta e Neçmie Pagarushës u bë një fer i kontrolluar. Telefonat e saj ishin të përgjuara, çdo lëvizje e saj monitorohej. Njerëz të panjohur shfaqeshin në koncertet e saj, duke shanuar emra, duke fotografuar fytyra. Kolegët e saj filluan të largoheshin, disa nga frika, disa nga urdhri. Ajo që dikur ishte rrethuar nga miq dhe bashkëpunëtor, tani gjendej e vetmuar në një rreth që ngushtohej çdo ditë. Por më e keqja nuk ishte izolimi, më e keqja ishin kërcënimet e fshehta që vinin në forma të ndryshme. Një ditë, djali i saj i vogël u kthye nga shkolla duke qarë. Mësuesi i kishte thënë diçka që e kishte lënduar thellë, diçka që një fëmijë nuk duhej ta dëgjonte kurrë. Neçmia e kuptoi menjëherë, ata po e godisnin atje ku më shumë vimte, familja e saj, fëmijët e saj. Ajo mund të duronte çdo gjë për veten, por jo për ta, dhe kjo ishte pikërisht ajo që ata e dinin. Kjo ishte arma e tyre më e fortë. Në shkurt të vitit 1984, Neçmie Pagarusha ishte në kulmin e karrierës së saj. Koncertet e saj ishin të shitura muaj përpara. Këngët e saj kalonin në radio çdo ditë. Emri i saj shkruhej me shkronja të mëdha në afishet që mbulonin muret e qyteteve. Por brenda saj diçka po thyej. Çdo mbrëmje kur kthehej në shtëpi pas një koncerti triumfues, ajo e gjente burrin e saj të heshtur, të shqetësuar. Ai nuk fliste shumë, por ajo e leconte frikën në sytë e tij. Një natë ai tha:
Ne kshmije, ne duhet të mendojmë për fëmijët, jo për ne, për ta. Ajo e dinte çfarë do të thoshte. Ajo e kishte parë këtë skenar më parë. Artistë të tjerë që kishin refuzuar të heshtin, kishin paguar çmimin. Disa kishin humbur punën, disa kishin humbur lirinë, disa thjesht kishin zhdukur, dhe askush nuk pieste ku ishin shkuar, askush nuk guxonte. Në prill të vitit 1984, 3 javë para se Nekshmia të zhduket nga jeta publike, një burr i panjohur erdhi në shtëpinë e saj. Ai nuk trokiti në derë. Ai thjesht hyri sikur të kishte qelsin. Fqinjet e pan, por askush nuk foli. Ai qëndroi brenda për më pak se 10 minuta. Kur doli, fytyra e tij ishte e shprehur, e kënaqur. Nekshmia doli pas tij me fytyrë të zbetë, me duar që dridheshin. Ajo nuk i tha askujt çfarë kishte ndodhur në ato 10 minuta, por ajo natë fqinjet dëgjuan zëra, dëgjuan qarje. Dhe në mëngjes, kur Nekshmia doli për të çuar fëmijët në shkollë, ajo nuk buzëqeshi më. Diçka kishte ndryshuar përgjithmonë. Kush ishte ai burr? Çfarë i tha ai asaj që e theu kaq thellë? Dhe pse askush nuk guxoi ta pyeste kurrë? Në maj të vitit 1984, Nekshmia Pagarusha dha koncertin e saj të fundit. Askush nuk e dinte që do të ishte i fundit. Salla ishte e mbushur plot, si gjithmonë. Njerëzit kënduan me të, qeshën, qanë, por ata që e njihnin mirë vunre, diçka të çuditshme. Zëri i saj ishte i njëjtë, por shpirti nuk ishte atje. Ajo këndonte fjalët, por sytë e saj shikonin diku larg, diku ku askush nuk mund ta ndihte. Në fund të koncertit, kur duart trokitit shpërtyen si gjithmonë, ajo u përkull tellë, më tellë se zakonisht, sikur po toshte llamtumir. Dhe pastaj, pa asnjë shpjegim, pa asnjë njoftim zyrtar, Nekshmia Pagarusha u zhduk. Jo fizikisht. Ajo ishte ende atje, në shtëpinë e saj, me familjen e saj. Por nga skenat, nga ekranet, nga jeta publike, ajo u zhduk sikur të mos kishte ekzistuar kurrë. Versioni zyrtar ishte i thjeshtë. To 8 lodhje. Ajo ka nevojë për pushim. Kot 9. Por populli nuk e besoi kurrë këtë version. Si mund të lodhet një grua në kulmin e karrierës? Si mund të braktisë gjithçka kur çdo koncert i saj ishte një festë kombëtare? Njerëzit filluan të pëshpëritnin. Disa thoshin se ishte e sëmurë, disa thoshin se kishte probleme familjare. Por ata që e dinin të vërtetën heshtnin, sepse e vërteta ishte shumë më e errët se çdo thashë theme. E vërteta ishte se Nekshmia Pagarusha nuk u lodh. Ajo u detyrua të heshtë. Ajo u detyrua të zgjedhë midis zërit të saj dhe jetës së fëmijëve të saj. Dhe ajo zgjodhi atë që çdo nën do të zgjidhte. Por kush e detyroi? Kush ishin ata njerëz që ullur në zyra të ftohta vendosnin se kush mund të këndonte dhe kush duhej të heshtë? Emrat e tyre nuk shkruhen në librat e historisë. Fytyrat e tyre nuk shfaqen në fotografi, por gjurmët e tyre janë kudo, në dosjet e fshehta, në letrat e djegura, në heshtjen e atyre që dinin, por nuk guxuan të flisnin kurrë. Nekshmia Pagarusha jetoi edhe 38 vjet pas asaj pranvere të vitit 1984. Por ajo nuk këndoi më kurrë si më parë. Zëri i saj që dikur bënte të qanin burrat më të fortë, u mbyll në heshtje. Dhe kjo heshtje ishte më e fortë se çdo këngë që ajo kishte kënduar ndonjëherë. Sot, kur hapim dosjen e ndaluar, kur lexojmë letrat që u shqetësuan, kur dëgjojmë dëshmitë e atyre që guxuan së fundit të flasin, ne kuptojmë se historia e Nekshmia Pagarushës nuk është vetëm historia e një këngëtareje të madhe. Është historia e një populli që u detyrua të heshtë. Është historia e një sistemi që shtipi çdo zë që nuk i pëlqente. Është historia e një gruaje që sakrifikoi gjithçka për të mbrojtur ata që i donte më shumë se jetën e saj. Por pyetja mbetet, a ja vlen të heshtësh për të mbrojtur ata që do, apo heshtja është vetë vdekja e shpirtit? Në vitet para vitit 1981, Nekshmia Pagarusha ishte më shumë se një këngëtare. Ajo ishte një simbol. Kur ajo dilte në skenë, njerëzit nuk shihnin vetëm një grua që këndonte. Ata shihnin veten. Ata shihnin nënën e tyre, motrën e tyre, vajzën e tyre. Ajo këndonte për dashuri, por në çdo fjalë të saj kishte diçka më të thellë, një dinjitet të heshtur, një krenari që nuk mund të shtyhet. Në një kohë kur të qenit shqiptar në Kosovë do të thoshte të jetosh në presion të vazhdueshëm, Nekshmia ofronte diçka që askush tjetër nuk mund ta jepte. Shpresë. Jo shpresë politike, jo shpresë revolucionare, por shpresë njerëzore. Shpresën që pavarësisht gjithçkaje, identiteti yt, gjuha jote, kultura jote kishin vlerë. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që e bënte të rrezikshme. Në vitin 1979, Nekshmia u ftua të këndonte në një festival në Beograd. Ishte një ëndër i madh. Festivali ishte i transmetuar në të gjithë Jugosllavinë. Miliona njerëz do ta shikonin.
Organizatorët i thanë se ajo duhet të këndonte në serbisht, për të qenë e kuptueshme për të gjithë, i thanë ata. Por Nekshmia refuzoi, jo me arrogancë, jo me zemlim, thjesht me qetësi, tha. Unë këndoj në gjuhën time, nëse njerëzit duan të më dëgjojnë, ata do të kuptojnë. Ishte një moment i vogël, një refuzim i thjesht, por në atë kontekst, në atë kohë, ishte një akt i guximshëm. Ve dikush e shënoi, dikush e shkroi në një dosje. Emri i saj filloi të shfaqej në lista që askush nuk i shihte, por që përcaktonin fatin e njerëzve. Pas demonstratave të vitit 1981, atmosfera ndryshoi plotësisht. Ajo që më parë ishte presion i fshehtë, tani u bë represion i hapur. Universiteti u mbyll, studentë u arrestuan, familjet e tyre u ndoqën, dhe artistët, veçanërisht ata që kishin ndikim mbi masat, u vunë në nënvëzhgim të rrept. Neshmia Pagarusha nuk kishte bërë asgjë ilegale. Ajo nuk kishte shkuar në protesta. Ajo nuk kishte nënshkruar peticione. Por ajo kishte bërë diçka që në sytë e pushtetit ishte edhe më e keqe. Ajo kishte frymzuar. Këngët e saj, edhe kur nuk kishin asnjë fjalë politike, bartnin brenda tyre një mesazh që nuk mund të kontrollohej. Mesazhin e identitetit, mesazhin e ekzistencës. Dhe kjo ishte e papranueshme. Në fillim presioni ishte i butë. Koncertet e saj filluan të anullohen pa shpjegim. Një javë para një koncerti të madh në Prishtinë, organizatorët morën një telefonat. Salla nuk është e disponueshme u thanë, por salla ishte bosh. Një muaj më vonë, një koncert tjetër u anulua. Kësaj here arsyeja ishte probleme teknike, por teknikët nuk dinin asgjë për këto probleme. Neshmia e kuptoi se diçka po ndodhte, diçka që ajo nuk mund ta kontrollonte. Ajo u përpok të fliste me njerëzit që njihte në pozicione të larta. Disa prej tyre ishin miq të vjetër, disa kishin qenë në dasmate njëri tjetrit, por tani ata nuk i kthien telefonat atë. Ata nuk kishin kohë për takime. Ajo ishte duke u izoluar dhe ajo e dinte. Një mbrëmje të ftohtë të janarit 1984, Neshmia po kthehej në shtëpi pas një prove. Rrugët ishin të zbrasta, bora kishte filluar të binte. Papritur, një makinë ndaloi, dy burra dollën. Ata nuk ishin të veshur me uniforma, por ajo e dinte kush ishin. Ata i thanë të hipte në makinë, vetëm për një bisedë të shkurtër, thanë ata. Ajo nuk ishte zgjidhje, ajo hipi. Ata e quan në një ndërtesë që ajo nuk e njihte, një zyrë në katin e dytë, pa dritare, vetëm një tryezë dhe dy karrige. Ata e lanë të priste për gjysmore. Kur së fundi erdhi dikush, ai nuk u prezantua. Ai thjesht uli një dosje të trash mbi tryezë dhe tha: "Ne e dim gjithçka për ju. Ku shkoni? Me kë flisni? Çfarë thoni? Dhe ne e dim se çfarë mendoni të bëni." Neshmia nuk kuptoi. Ajo nuk kishte planifikuar asgjë. Ajo thjesht këndonte, por ai vazhdoi: "Ju keni zgjidhje. Ose bashkunoni me ne, ose do të keni probleme. Probleme që nuk do t'i dëshironit as armikut tuaj më të keq." Çfarë do të thoshte bashkëpunim? Burri nuk e shpjegoi qartë, por Neshmia e kuptoi. Ata donin që ajo të raportonte për kolegët e saj, të tregonte kush thoshte çfarë, kush ishte i paqëndrueshëm, kush kishte tendenca nacionaliste. Ata donin ta kthenin atë në një informatore, në një tradhetare të njerëzve që ajo i donte. Ajo tha jo me fjalë të mëdha, jo me guxim heroik. Thjesht me një heshtje të qetë. Ajo nuk tha asgjë, dhe kjo ishte përgjigjja e saj. Burri e shikoi për një kohë të gjatë, pastaj mbili dosjen dhe tha: "Do të pendoheni për këtë, dhe jo vetëm ju." Ajo u kthye në shtëpi atë natë, duke ditur se jeta e saj kishte ndryshuar përgjithmonë. Javët që pasuam ishin një makt, çdo ditë sillte një kërcënim të ri. Një ditë burri i saj humbi punën, pa arsye, pa shpjegim. Thjesht një letër që thoshte: "Shërbimet tuaja nuk janë më të nevojshme." Një javë më vonë, vajza e saj u kthye nga shkolla duke qarë. Shoqet e saj nuk flisnin më me të. Mësueset e shikonin me një shprehje të çuditshme. Dikush kishte përshpëritur diçka për familjen e saj, diçka që e bënte të ndiejë e turpëruar, edhe pse nuk kishte bërë asgjë keq. Neshmia e kuptoi se kjo ishte strategjia. Ata nuk do ta godisnin drejt për drejt. Ata do ta godisnin përmes atyre që ajo i donte. Ata do ta bënin jetën e saj kaq të padurueshme sa ajo vetë do të zgjidhte të largohej. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që ndodhi. Në prill të vitit 1984, pas muajsh presioni, pas netve pa gjumë, pas lotëve të fëmijëve të saj, Neshmia Pagarusha mori vendimin më të vështirë të jetës së saj. Ajo do të heshte. Jo sepse ishte e lodhur, jo sepse nuk donte të këndonte, por sepse çmimi i vazhdimit ishte shumë i lartë. Dhe ai çmim nuk do ta paguante ajo, do ta paguanin fëmijët e saj. Dhe kjo ishte diçka që ajo nuk mund ta lejonte.
Por kush ishin ata që e detyruan të bënte këtë zgjidhje? Kush ishin fytyrat pas atyre zyrave të ftohta? Dhe çfarë ndodhi me dosjen që ata mbajtnin për të? A ekziston ende ajo dosje? Dhe çfarë të tjera shfshihen brenda saj? Në muajin maj të vitit 1984, Neshmije Pagarusha zhduket në jeta publike. Po zhdukja e saj nuk ishte një largim i thjeshtë, ishte një fshirje sistematike. Emri i saj pushoj së shfaquri në gazeta. Këngët e saj u hoqën nga rotacioni i radios, koncertet e planifikuara u anulluan pa shpjegim. Ishte sikur dikush kishte vendosur që ajo të mos ekzistonte më, dhe në një farë mënyre, kjo ishte pikërisht ajo që kishte ndodhur. Ajo ekzistonte ende fizikisht, por identiteti i saj publik, zëri i saj, prania e saj, ishin fshirë. Kjo nuk ishte një vendim i saj, kjo ishte një dënim pa gjyq, pa akuzë zyrtare, pa të drejtë apelimi. Por çfarë ndodhi me Neshmijen pas asaj pranvere? Si jetoi ajo vitet që pasuan? Fqinjet e saj tregojnë se ajo u bë një grua e heshtur. Ajo dilte rrallë nda shtëpia, kur dilte, ekste me kokë ullur, duke shmangur sytë e njerëzve. Ata që e njihnin nga koha e lavdis së saj, përpiqeshin ta përshëndesnin, por ajo vetëm buzëqeshte dobët dhe vazhdonte rrugën. Ishte sikur ajo mbante një peshë të padukshme mbi supe, një peshë që askush tjetër nuk mund ta shihte, por që ajo e ndjente çdo sekond të çdo dite. Ajo nuk fliste për atë që kishte ndodhur, as me fqinjet, as me miqtë e vjetër, madje as me familjen e saj. Heshtja ishte bërë mbrojtja e saj, ve gjithashtu burgu i saj. Në shtëpinë e saj jeta vazhdonte, por ishte një jetë e ndryshme. Burri i saj gjeti një punë tjetër, por me pagë shumë më të ullët. Fëmijët e saj u rritën duke ditur se emri i tyre bart një bar. Ata mësuan të mos flasin shumë për nënën e tyre, të mos tregonin se ajo kishte qenë një yll, sepse në atë kohë të qenit i lidhur me dikë që ishte problematik në sytë e pushtetit do të thoshte të ishe edhe ti nën hije. Neshmija e shihte këtë. Ajo e shihte se si fëmijët e saj humbën diçka që nuk mund të kthehej kurrë, pafajësinë. Ata u rritën para kohe, ata mësuan të kenë frikë para se të mësonin të shpresonin, dhe kjo ishte dhimbja më e madhe e saj. Jo ajo që i bën asaj, por ajo që u bë fëmijëve të saj për shkak të saj. Por edhe në atë heshtje, edhe në atë izolim, Neshmija nuk e humbi plotësisht veten. Në atën kur të gjithë në shtëpi flinin, ajo ndonjëherë ulej pranë dritares dhe këndonte në zë të ulët. Këngë që askush nuk i dëgjonte, këngë që nuk do të transmetoheshin kurrë, këngë që ishin vetëm për të. Zëri i saj që dikur mbushte salla të mëdha, tani mbushte vetëm errësire në një dhomë të vogël. Por ai ishte ende atje, i thyer por i gjallë, i heshtur por i pashteshëm. Sepse zëri nuk është vetëm tingull, zëri është identitet. Dhe pavarësisht gjithçkaje që i bën, ata nuk mund ta merrnin atë prej saj. Në vitet që pasuan, Kosova ndryshoi. Sistemi që e kishte shtypur Neshmijen filloi të sarmatosej. Jugoslavia u shpërp, luftëra erdhi dhe shkoi. Dhe në fund, Kosova u bë e lirë. Por për Neshmijen, kjo liri erdhi shumë vonë. Ajo kishte dhënë gjithçka në një kohë kur askush nuk mund ta mbrojë. Ajo kishte heshtur për të mbrojtur familjen e saj në një kohë kur heshtja ishte e vetmja mënyrë për të mbijetuar. Dhe tani kur së fundi mund të fliste, ajo nuk kishte më fjalë. Dhimbja kishte qenë shumë e thellë, humbja shumë e madhe dhe koha shumë e gjatë. Por historia e saj nuk përfundoi me heshtje, sepse edhe në heshtje, Neshmije Pagarusha mbeti një simbol. Një simbol i atyre që u detyruan të zgjedhin midis artit të tyre dhe jetës së të dashurve të tyre. Një simbol i atyre që paguan çmimin e identitetit të tyre me vetë ekzistencën e tyre publike. Një simbol i një kohe kur të qenit veten nënkuptonte të ishe në rrezik. Dhe kur ne sot dëgjojmë këngët e saj, kur shohim fotografitë e vjetra ku ajo qesh në skenë, ne duhet të kujtojmë se pas asaj buzëqeshjeje kishte një luftë të heshtur. Një luftë që ajo e humbi, por që në të njëjtën kohë e fitoi, sepse ajo nuk u thye, ajo zgjodhi. Dhe zgjedhja e saj, edhe pse e dhimbshme, ishte një akt i dashurisë më të madhe që një nën mund të bëjë. Por pyetja që mbetet është kjo: a duhet dikush të detyrohet të zgjedhë midis zërit të tij dhe sigurisë së fëmijëve të tij? A duhet një artist të heshtet për të mbrojtur ata që do? Dhe kush janë ata që krijojnë këto zgjedhje të pamundura? Kush janë ata që ulen në zyra të ftohta dhe vendosen se kush mund të këndojë dhe kush duhet të heshtet? Emrat e tyre nuk shkruhen në librat e historisë, por gjurmët e tyre janë kudo, në jetët e tyjera, në ëndrat e vdekura, në heshtjen e atyre që dikur bënin botën të këndonte. Sot, kur hapim dosjen e ndaluar, kur lexojmë dokumentet që u fshehcuan për dekada, ne nuk gjejmë vetëm historinë e Neshmije Pagarushës. Ne gjejmë historinë e një sistemi që shtypi çdo zë që nuk i pëlqente. Ne gjejmë historinë e një populli që u detyrua të heshtë. Dhe ne gjejmë historinë e një gruaje
që zgjodhi dashurinë mbi lavdin. Dhe kjo zgjevje, edhe pse e vimshme, është ajo që e bën historinë e saj të pavdekshme. Në një arkiv të vjetër të Beogradit, që u hap vetëm pas shpërbërisë së Jugosllavis, u gjet një dosie me kopertinë të verdhë. Mbi të shkruhej me shkronja të kuqe, Operacioni Heshtje, Kosovë 1984. Brenda kishte lista emrash: artist, shkrimtar, intelektual. Pranë çdo emri kishte një kod. Disa kishin shkronjën M, që do të thoshte monitorim. Disa kishin shkronjën I, që do të thoshte izolim. Por emri i Neshmije Pagarushës kishte një kod tjetër, NP, neutralizimi plot. Çfarë do të thoshte kjo? Kush e shkroi këtë kod? Dhe çfarë plani qëndronte pas tij? Dokumentet që ndjekin këtë kopertinë zbulojnë një makineri të tërë represioni që funksiononte në heshtje, larg syve të publikut, por me efikasitet të frikshëm. Kjo nuk ishte thjesht censur, kjo ishte inxhinieri sociale, kjo ishte fshirje sistematike e identiteteve që konsideroheshin të rrezikshme. Dhe Neshmije Pagarusha ishte në krye të listës. Por pse pikërisht ajo? Pse një këngëtare që këndonte për dashuri dhe natyrë konsiderohej kaq e rrezikshme sa të meritonte neutralizim të plot? Përgjigja qëndron jo në atë që ajo thoshte, por në atë që ajo përfaqësonte. Në një kohë kur identiteti shqiptar në Kosovë po shtupej sistematikisht, çdo simboli i atij identiteti bëhej automatikisht një kërcënim. Neshmija nuk kishte nevojë të fliste për politikë. Vetë ekzistenca e saj, vetë suksesi i saj, vetë dashuria që populli i tregonte, ishin një formë rezistence. Dhe kjo rezistencë duhej të tyhej. Jo me dhunë të hapur, sepse ajo do të krijonte martir, por me presion të fshehtë, me izolim gradual, me frikë që depërtonte thellë në zemrat e familjeve. Kjo ishte arti i vërtetë i represionit, të bësh që viktima të zgjedh vetë heshtjen, duke menduar se është zgjedhja e saj. Në dosien e Beogradit gjendet edhe një raport i detajuar, i shkruar në qershor të vitit 1983, 6 muaj para se Neshmija të zhduket në skenat. Raporti është i nënshkruar nga një oficer i UDBA-s me pseudonimin Vullkani. Ai shkruan: subjekti Pagarusha ka ndikim të madh mbi masat. Koncertet e saj janë vende grumbullimi për elemente nacionaliste. Edhe pse tekstet e këngëve të saj nuk përmbajnë propaganda të hapur, atmosfera që krijohet në këto koncerte është e rrezikshme. Rekomandohet ndërprerja graduale e aktivitetit të saj publik, duke filluar me anulimin e koncerteve në qytete të mëdha, pastaj reduktimin e transmetimeve në radio dhe në fund izolimi i plot. Operacioni duhet të kryhet pa bujë për të shmangur reagjimin e publikut. Ky raport nuk ishte thjesht një vëzhgim, ishte një plan ekzekutimi, dhe ai u zbatua me përpikri të ftohtë. Por kush ishte Vullkani? Emri i tij i vërtet nuk shfaqet në asnjë dokument, por dëshmitar që punonin në strukturat e sigurisë në atë kohë tregojnë se ai ishte një burr në të pestjetat, me përvojë të gjatë në operacione të fshehta. Ai nuk ishte serb, ai ishte shqiptar, dhe kjo e bënte punën e tij edhe më të lehtë. Ai njihte gjuhën, njihte kulturën, njihte mënyrën se si njerëzit mendonin dhe reaguan. Ai ishte infiltruar thellë në komunitetin artistik të Prishtinës. Ai ishte në dasma, në ahengje, në takime private. Njerëzit i besonin, dhe ai i tradhtonte. Çdo bisedë që ai dëgjonte, çdo shaka që ai regjistronte në kujtesën e tij, çdo koment që dikush bënte pas një gote raki, përfundonte në raportet e tij. Dhe këto raporte përcaktonin fatin e njerëzve. Disa humbën punën, disa humbën lirinë, dhe disa, si Neshmija, humbën zërin. Në shtator të vitit 1983, Vullkani organizoi një darkë në një restorant të njohur në Prishtinë. Ai ftoi disa artistë duke përfshirë edhe Neshmijen. Atmosfera ishte e ngrohtë, e relaksuar. Muzikë, ushqim i mirë, biseda të lehta. Por në një moment, Vullkani ngriti një dolli. Për artin ton, tha ai, për lirinë ton. Të gjithë pritën gotët, të gjithë pinë. Por ajo që ata nuk e dinin ishte se Vullkani po i testonte. Ai po shihte kush do të reagonte, kush do të fliste më shumë, kush do të shprehte mendime që mund të konsideroheshin problematike. Neshmija nuk tha asgjë të veçantë atë natë. Ajo thjesht qeshi, këndoi një këngë të vjetër dhe u kthye në shtëpi. Por në raportin që Vullkani shkroi të nesërmen, emri i saj ishte i nënvizuar. Subjekti tregon shenja të vetëdijes së lartë kombëtare, shkruante ai. Edhe pse e kujdesme në fjalë, qëndrimi i saj është i qartë. Rekomandohet vëzhgjimi intensifikuar. Javët që pasuan, Neshmija filloi të vërente gjëra të çuditshme. Njerëz që ajo nuk i njihte shfaqeshin në koncertet e saj. Ata nuk dukeshin si fansat e zakonshëm, ata nuk kënduan me të, ata nuk duar trokitën, ata thjesht shikonin dhe shënonin. Një herë pas një koncerti në Pej, ajo pa një burr duke fotografuar publikun, jo skenën, publikun.
Kur ajo e pyeti një koleg për këtë, ai u bë i zbeth dhe ndëroi temë. Ajo e kuptoi se diçka po ndodhte, diçka që ajo nuk mund ta kontrollonte. Ajo filloi të ndihej si një kafshë e gjuajtur, jo e gjuajtur me armë, por me sy. Sy që ishin kudo, që shikonin çdo lëvizje, që regjistruan çdo fjalë. Në dhjetor të vitit 1983, Neçmia u thyrë në një takim në shtëpinë e kulturës së Prishtinës. Zyrtarët i thanë se duhej të diskutonin për planet e ardhshme. Kur ajo arriti, në dhomë ishin 3 burra, asnjë prej tyre nuk buzëqeshi. Ata e ftuan të ulej. Pastaj, pa hyrje, njëri prej tyre tha: "Neçmie, ne kemi shqetësime për disa nga aktivitetet tuaja." Ajo u habit. "Çfarë aktivitetesh?" pyeti ajo. "Unë vetëm këndoj." Burri hapi një dosje. "Ju keni kënduar në vende që ne nuk i kemi aprovuar," tha ai. "Ju keni takuar njerëz që janë në hetim. Ju keni shprehur mendime që nuk janë në përputhje me politikën tonë." Neçmia nuk e besonte atë që po dëgjonte. Ajo nuk ishte bërë asgjë ilegale. Ajo nuk ishte shkuar në vende të ndaluara. Ajo nuk ishte takuar kriminal. Por burri vazhdoi: "Ne nuk po ju akuzojmë për asgjë. Ne thjesht po ju këshillojmë. Jini më e kujdesshme. Zgjidhni më mirë me kë shoqëroheni. Dhe kujtoni, ju keni familje. Fëmijë, ata varen nga ju." Kërcënimi ishte i qartë. Ata nuk po flisnin për të. Ata po flisnin për fëmijët e saj. Dhe kjo ishte pika ku Neçmia e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një paralajmërim. Kjo ishte një ultimatum. Ajo u kthye në shtëpi atë ditë duke ditur se jeta e saj kishte hyrë në një fazë të re, një fazë ku çdo zgjedhje që ajo bënte mund të kishte pasoja jo vetëm për të, por për ata që ajo i donte më shumë se gjithçka. Dhe kjo e bënte çdo vendim të saj një barë të padurueshme. Si mund të vazhdonte të këndonte, duke ditur se çdo koncert mund të sillte probleme për familjen e saj? Si mund të heshte, duke ditur se heshtja do të thoshte vdekjen e shpirtit të saj? Kjo ishte dilema që ata e kishin krijuar me qëllim, dhe ajo ishte e pafuqishme përballë saj. Por edhe në atë pafuqi, Neçmia nuk u dorëzua menjëherë. Ajo vazhdoi të këndonte, ajo vazhdoi të shfaqej, por diçka kishte ndryshuar. Ajo ishte më e kujdesme, më e heshtur, më e largët. Njerëzit që e njihnin mirë e vunë re. Neçmia nuk është më e njëjta, thoshin ata. Diçka e shqetëson. Por askush nuk guxonte ta pyeste se çfarë, sepse në atë kohë të pyesje shumë do të thoshte të bëhesh e veti i dyshimt. Kështu që njerëzit heshtnin, dhe në atë heshtje Neçmia mbetej e vetmuar. E rrethuar nga njerëz, por thellësisht të vetmuar, sepse askush nuk mund ta kuptonte peshën që ajo mbante. Askush nuk mund ta ndante dhimbjen e saj, dhe askush nuk mund ta shpëtonte nga zgjedhja që ajo duhej të bënte. A mund të imagjinoni se si është të jesh në kulmin e karrierës suaj, të dëgjoni duartrokitjet e mira njerëzve, dhe në të njëjtën kohë të dini se çdo duartrokitje ju afron më shumë me fundin? A mund të imagjinoni se si është të këndoni për dashuri, ndërsa zemra juaj është e mbushur me frikë? A mund të imagjinoni se si është të buzëqeshni në skenë, ndërsa brenda jush gjithçka po shembet? Kjo ishte realiteti i Neçmie Pagarushas në muajt e fundit të vitit 1983. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i fundit. Në janar të vitit 1984, diçka ndodhi që e ndryshoi gjithçka. Një mbrëmje, rreth orës 9, Neçmia po luante me fëmijët e saj në dhomën e ndenjes. Papritur dëgjua një trokitje të fortë në derë. Burri i saj shkoi të hapte. Në prag qëndronte një burr që ata nuk e njihnin. Ai ishte i veshur me pallto të zezë dhe mbante një çantë lëkure. "Jam këtu për Neçmie Pagarusha," tha ai me zë të ftohtë. Burri i saj u përpoq të pyeste kush ishte, por burri e ndërpreu. "Ajo e di pse jam këtu." Neçmia doli në korridor, zemra i rrahte fort. Ajo e njihte këtë lloj vizite. Ajo kishte dëgjuar histori për njerëz të tjerë që kishin marrë vizita të tilla, dhe asnjë prej atyre historive nuk ishte fund të mirë. Burri hyri në shtëpi pa u ftuar. Ai uli çantën mbi tryezë dhe e hapi. Brenda kishte një dosje të trash dhe një aparat fotografik. Ai nxori dosjen dhe filloi të flak fotografi mbi tryezë. Fotografi të Neçmie në koncerte, fotografi të saj duke folur me njerëz të ndryshëm, fotografi të shtëpisë së saj, fotografi të fëmijëve të saj duke shkuar në shkollë. Çdo fotografi ishte një mesazh i qartë. Ne të shohim kudo, ne dim gjithçka, dhe ne mund të arrijmë këtë duam kur të duam. Neçmia ndjeu një të ftohtë që i kaloi nëpër trup, jo për veten, por për fëmijët e saj. Ata ishin në dhomën tjetër, duke luajtur të pafajshëm, të pavetdijshëm për rrezikun që i rrethonte. Burri foli me zë të ulët, por çdo fjalë ishte si një thik. "Ju keni bërë zgjedhje të këqija, Neçmie," tha ai. "Ju keni refuzuar të bashkëpunoni. Ju keni vazhduar të këndoni në vende që ne nuk i aprovojmë.
Ju keni takuar njerëz që janë armiq të shtetit, dhe tani ju duhet të paguani çmimin. Neksmia u përpoq të flas, por ai e ngriti dorën. Unë nuk kam ardhur për të dëgjuar shpjegime, tha ai. Unë kam ardhur për t'ju dhënë një zgjedhje të fundit. Ose ju ndalloni të gjitha aktivitetet tuaja publike, ose ne do të ndërmarrim masa. Masa që do të prekin jo vetëm ju, por edhe familjen tuaj, burrin tuaj, fëmijët tuaj, të gjithë. Ai bëri një pauzë dhe pastaj shtoi. Dhe mos mendoni se mund të ikni. Mos mendoni se mund të kërkoni ndihmë. Askush nuk mund t'ju ndihmoj. Askush nuk do të guxoj. Neksmia ndieu se doma po rrotullohej. Ajo donte të bërtiste, ajo donte ta nxirrte atë burr në shtëpia e saj, por ajo nuk mund të lëvizte, ajo nuk mund të fliste, ajo ishte ngrirë nga frika, jo frika për veten, por frika për ata që ajo i donte. Burri mblodhi fotografitë dhe i vuri përsëri në dosie. Pastaj nxori një letër dhe e vuri mbi tryezë. Kjo është një deklaratë, tha ai. Në të ju shprehni dëshirën tuaj për të tërhequr nga jeta publike për arsye shëndetësore. Ju do ta nënshkruani këtë dhe pastaj ju do ta heshni përgjithmonë. Ai la letrën atje dhe u kthye drejt derës. Para se të dilte, ai u kthye dhe tha: Ju keni 24 orë për të vendosur. Nëse nesër në këtë orë letra nuk është e nënshkruar, ne do të fillojmë me burrin tuaj. Ai do të humbas punën, pastaj do të humbas lirinë. Dhe ju do ta shihni gjithë këtë duke ditur se ishte faji juaj. Pas largjimit të tij, Neksmia u rrëzua në karrige. Burri i saj erdhi dhe e përqafoi. Ata nuk folën. Çfarë mund të thoshin? Çfarë zgjedhje kishin? Ata ishin të rrethuar, të pafuqishëm, të dënuar. Atë natë Neksmia nuk fjet. Ajo qëndroi ullur pranë dritares, duke shikuar errësiren. Ajo mendonte për gjithçka që kishte ndërtuar, për vitet e punës së palodhur, për dashurinë që populli kishte treguar, për ëndrat që kishte pasur kur ishte e re, dhe tani gjithçka po i merrte. Jo nga armiqtë e huaj, por në njerëz që flisnin të njëjtën gjuhë me të, që jetonin në të njëjtin vend me të, që duhet ishin vëllezër të saj, por që ishin bërë gjellatës të saj. Në mëngjes, Neksmia mori vendimin. Ajo nuk e diskutoi me burrin, ajo nuk kërkoi këshilla nga askush, ajo thjesht e dinte se çfarë duhej të bënte. Ajo mori letrën dhe nënshkroi. Dora i dridhej kaq shumë sa nënshkrimi mezi dallohej, por ishte atje, ishte bërë. Ajo kishte zgjedhur, jo sepse donte, por sepse nuk kishte zgjedhje tjetër. Ajo kishte zgjedhur heshtjen për të mbrojtur ata që i donte, dhe në atë moment diçka brenda saj vdiq. Jo trupi, po shpirti. Zëri, ëndra, gjithçka që e bënte atë Neksmia Pagarusha u fik në atë moment. Dhe ajo që mbeti ishte vetëm një hije e asaj që kishte qenë. Por historia nuk përfundon këtu, sepse edhe pse Neksmia nënshkroi letrën, edhe pse ajo u tërhoq në jeta publike, ata nuk e lanë të qetë. Ata vazhduan ta monitoronin, ata vazhduan ta ndiqnin. Ata duheshin të ishin të sigurt se ajo nuk do të fliste kurrë, se ajo nuk do të tregonte kurrë atë që kishte ndodhur, se ajo do të mbante sekretin e tyre deri në varr. Dhe ajo e bëri. Për 38 vjet, Neksmia Pagarusha nuk foli për atë që i bën. Ajo jetoi në heshtje, ajo vdiq në heshtje. Dhe vetëm tani, kur dosjet filluan të hapen, kur dëshmitarët filluan të flasin, ne po mësojmë të vërtetën. Por sa njerëz të tjerë si Neksmia ekzistojnë? Sa artist, sa shkrimtar, sa intelektual u detyruan të zgjedhin midis zërit të tyre dhe sigurisë së familjeve të tyre? Sa prej tyre nënshkruan letra të ngjashme? Sa prej tyre jetuan me atë peshë deri në fund të jetës së tyre? Dhe sa prej tyre vdiqen pa u dhënë kurrë mundësia të tregonin historinë e tyre? Këto janë pyetje që ne duhet t'i bëjmë, jo vetëm për të kuptuar të kaluarën, por për të siguruar që e ardhmja të jetë ndryshe. Që asnjë artist të mos detyrohet kurrë më të zgjedhë midis artit të tij dhe jetës së fëmijëve të tij. Që asnjë zë të mos heshtet kurrë më me frikë. Pas nënshkrimit të asaj letre, jeta e Neksmie Pagarushës ndryshoi në mënyrë drastike. Ajo që dikur ishte një grua e njohur nga të gjithë, tani bëhej një hije që ecste nëpër rrugët e Prishtinës duke u përpjekur të mos vihej re. Ajo që dikur mbushte salla me zërin e saj, tani heshte edhe në shtëpinë e saj. Fëmijët e saj e shihnin të ndryshuar. Ata nuk e kuptonin pse nëna e tyre nuk këndonte më. Pse ajo nuk dilte më në televizion. Pse njerëzit nuk vinin më në shtëpinë e tyre me lule dhe urime. Ata ishin shumë të vegjël për të kuptuar se çfarë kishte ndodhur, dhe Neksmia nuk donte që ata ta dinin kurrë. Ajo donte që ata të rriten pa atë barr, pa atë dhimbje, pa atë urrejtje që ajo ndjente çdo ditë. Por heshtja nuk ishte e lehtë. Çdo ditë ishte një luftë. Çdo herë që ajo dëgjonte një këngë në radio, zemra i thyhej.
Çdo herë që shihte një koncert në televizion, ajo kujtonte se si ishte të qëndroje në atë skenë. Çdo herë që dikush e njihte në rrugë dhe i thoshte, "Na mungon zëri juaj", ajo duhej të buzëqeshte dhe të thoshte, "Faleminderit", ndërsa brenda saj gjithçka ullrinte nga dhimbja. Ajo jetonte dy jetë, jetën e jashtme ku ajo ishte një grua e thjeshtë, një nën, një bashkëshorte, dhe jetën e brendshme, ku ajo ishte një artiste e burgosur në trupin e saj, e dënuar të heshtë përgjithmonë. Në vitet që pasuan, Kosova vazhdoi të ndryshonte. Tensionet politike u intensifikuan, demonstratat të reja shpërtyen, represioni u ashpërsua. Dhe në mes të gjithë kësaj, Neçmia jetonte në një lloj izolimi të vetimponuar. Ajo nuk merrte pjesë në asgjë publike, ajo nuk shkonte në koncerte, ajo nuk takonte kolegë të vjetër. Ajo kishte ndërtuar një mur rreth vetes, një mur që e mbrojte, por që gjithashtu e burgonte. Dhe sa më shumë vite kallonin, aq më i lartë bëhej ai mur, deri në një pikë ku edhe sikur dikush të donte ta arrinte, nuk do të mund ta bënte. Por edhe në atë izolim, Neçmia nuk e humbi plotësisht lidhjen me artin. Ajo vazhdoi të dëgjonte muzikë, ajo vazhdoi të lexonte poezi. Dhe ndonjëherë kur ishte plotësisht e vetme, ajo këndonte. Jo me zë të lartë, jo me atë fuqi që dikur kishte, por me një zë të butë, të thyer, që ishte vetëm për të. Këngë që askush nuk i dëgjonte, këngë që ishin si lutje, si vajtim, si përshëndetje me atë që ajo kishte qenë dhe që nuk do të ishte kurrë më. Dhe në ato momente, për disa minuta, ajo ndihej përsëri e gjallë. Për disa minuta, ajo ishte përsëri Neçmie Pagarusha, këngëtarja që bënte të qanin burrat më të fortë, por pastaj momenti kallonte, dhe ajo kthehej në atë që ishte bërë, një grua e heshtur, e thyer, e harruar. Në vitet 90, kur Kosova hyri në një periudhë edhe më të errët, kur lufta filloi të afrohej, Neçmia jetonte në një lloj limbi. Ajo nuk ishte më e re, ajo nuk ishte më në qendër të vëmendjes. Bota kishte vazhduar pa të. Artistë të rinj kishin dalë, këngë të reja këndoheshin, dhe emri i saj, që dikur ishte në buzët e të gjithëve, tani përmende vetëm nga ata që e kujtonin kohën e artë. Ajo ishte bërë një kujtim, një legjende largët, një histori që prindrit u tregonin fëmijëve të tyre. Dikur kishte një këngëtare që quhej Neçmie Pagarusha. Ajo kishte një zë që të bënte të harroje gjithçka, por pastaj ajo u zhduk. Askush nuk e di pse. Por disa njerëz e dinin pse. Ata që kishin qenë pjesë e sistemit, ata që kishin shkruar raportet, ata që kishin dhënë urdhrat, ata që kishin vizituar shtëpinë e saj atë natë të janarit 1984, ata e dinin. Por ata heshtnin, sepse të follurit do të thoshte të pranoje përgjegjësinë, dhe askush nuk donte ta bënte atë. Kështu që ata vazhduan jetën e tyre. Disa u pensionuan, disa emigruan, disa vdiqen, por asnjë prej tyre nuk kërkoi falje. Asnjë prej tyre nuk pranoi se çfarë kishin bërë. Dhe kjo ishte ndoshta dhimbja më e madhe për Neçmien. Jo vetëm se ajo u detyrua të heshtë, por se ata që e detyruan kurrë nuk u ndëshkuan, kurrë nuk u pyetën, kurrë nuk u detyruan të shpjegonin. Në vitin 1999, kur lufta mbaroi dhe Kosova u çlirua, shumë njerëz menduan se Neçmia do të kthehej, se ajo do të dilte përsëri në skenë, se ajo do të këndonte përsëri për popullin e saj. Por ajo nuk e bëri. Jo sepse nuk donte, por sepse nuk mund. Dhimbja kishte qenë shumë e thellë, humbja shumë e madh, dhe koha shumë e gjatë. Ajo kishte jetuar me atë heshtje për 15 vjet, dhe heshtja kishte bërë pjesë e saj. Ajo nuk dinte më si të këndonte pa frikë. Ajo nuk dinte më si të qëndronte në skenë pa u ndjerë kërcënuar. Ajo kishte humbur jo vetëm zërin, ajo kishte humbur guximin. Por edhe në atë humbje, Neçmia mbeti një simbol i atyre që paguan çmimin e identitetit të tyre, një simbol i atyre që zgjodhen dashurinë mbi lavdin, një simbol i një kohe që nuk duhet të harrohet kurrë, sepse nëse e harrojmë, nëse nuk e transmetojmë këtë histori tek brezat e rinj, atëherë ajo mund të përsëritet. Atëherë artistë të tjerë mund të detyrohen të zgjedhin midis zërit të tyre dhe sigurisë së familjeve të tyre. Atëherë zërat të tjerë mund të heshten me frikë. Dhe kjo është diçka që ne nuk mund ta lejojmë të ndodhë kurrë më. Kur Neçmie Pagarusha vdiq në vitin 2021, mijëra njerëz erdhën në varrimin e saj, njerëz që e kujtonin nga koha e artë, njerëz që kishin zhytur duke dëgjuar këngët e saj, njerëz që e donin edhe pse ajo kishte qenë e heshtur për kaq shumë vite. Ata qajnë, ata kënduan këngët e saj, ata e përshëndetën si heroin. Por sa prej tyre e dinin historinë e vërtetë? Sa prej tyre e dinin se çfarë kishte ndodhur asaj? Sa prej tyre e dinin se ajo nuk u tërhoq nga zgjedhja e saj, por nga frika për fëmijët e saj? Shumë pak, sepse historia e vërtet ishte ende e fshehtë. Dosjet ende nuk ishin hapur plotësisht.
dhe ata që e dinin të vërtetën ende heshtnin. Por tani, kur ne hapim këto dosje, kur ne lexojmë këto dokumente, kur ne dëgjojmë këto dëshmi, ne kemi përgjegjësinë të tregojmë historinë e saj. Jo vetëm për të nderuar kujtimin e saj, por për të siguruar që historia e saj të mos harrohet, që emri i saj të mos jetë vetëm një kujtim i largët, por një mësim për të gjithë ne. Një mësim se çfarë ndodh kur sistemi shtyp individin, se çfarë ndodh kur frika bëhet armë, Se çfarë ndodh kur njerëzit detyrohen të zgjedhin midis asaj që janë dhe sigurisë së atyre që duan. Kjo është historia e Neshmije Pagarushës, dhe kjo është historia që ne duhet ta mbajmë gjallë. Por pyetja që mbetet është, sa histori të tjera si kjo ekzistojnë? Sa dosje të tjera të ndaluara presin të hapen? Sa zëra të tjerë u heshten dhe nuk u dëgjuan kur më? Dhe çfarë mund të bëjmë ne sot për të siguruar që kjo të mos ndodh kur më? Këto janë pyetje që ne të gjithë duhet t'i bëjmë, jo vetëm si historian, jo vetëm si artist, por si njerëz, si qytetar, si antar të një shoqërie që duhet të mësojë nga e kaluara për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Në një shtëpi të vogël në periferi të Prishtinës ku askush nuk e priste, u gjet një kasetë e vjetër magnetike. Ishte fshehur brenda një kutie me rroba të vjetra që familja po përgatitej t'i hidhte. Mbi kasetë shkruhej vetëm një datë, 15 mars 1984. Kur e luajten, dëgjuan zërin e Neshmije Pagarushës, por nuk ishte duke kënduar. Ajo po fliste, po tregonte. Por rrëfente atë që nuk ishte guxuar t'ia tregonte kurrë askujt. Zëri i saj dridej. Ndonjëherë ndërpritej nga të qarit. Nëse dikush po dëgjon këtë pas vdekjes sime, thoshte ajo, le ta di se unë nuk u dorëzova. Mua më detyruan. Dhe ata që më detyruan nuk ishin të huaj. Ishin nga ne. Flisnin gjuhën tonë, hanin bukën tonë, po shërbenin për një sistem që donte të na fshinte. Kush e regjistroi këtë kasetë? Pse Neshmija ndiu nevojën ta bënte këtë? Dhe çfarë të tjerash ajo tregoi në atë regjistrim që familja e saj vendosi ta mbante sekret për 37 vjet. Ajo kasetë zbuloi diçka që askush nuk e kishte ditur. Neshmija nuk ishte thjesht një viktim pasive. Ajo kishte luftuar. Ajo kishte rezistuar sa kishte mundur. Por lufta e saj nuk ishte publike, ishte e brendshme, ishte e fshehtë. Ishte një luftë që ajo e luftoi çdo ditë, çdo orë, çdo minutë, duke u përpjekur të mbrojë atë që i kishte mbetur, dinjitetin e saj si nën, si grua, si ngjeri. Në atë regjistrim, ajo tregon për takime që nuk i kishte përmendur kurrë më parë. Takime ku ajo u përpoq të negocionte, ku ajo u përpoq të gjente një rrugdalje, ku ajo u përpoq të binte ata që e shtypnin se ajo nuk ishte kërcënim. Por çdo herë përgjigja ishte e njëjtë. Ju jeni shumë e njohur, ju keni shumë ndikim, dhe ne nuk mund ta lejojmë këtë. QOTE-25. Në shkurt të vitit 1984, pak javë para se të nënshkruante letrën e dorëheqjes, Neshmija mori një vendim të dëshpëruar. Ajo shkoi vetë në Beograd, pa i thënë askujt, pa marrë leje. Ajo mendonte se nëse fliste drejt për drejt me ata që ishin në krye të sistemit, ndoshta mund t'i binte. Ndoshta mund t'u shpjegonte se ajo nuk ishte armike, se ajo vetëm donte të këndonte, se ajo nuk ishte asnjë qëllim politik. Ajo arriti në Beograd në një mëngjes të ftohtë. Shkoi në ndërtesën ku ndodheshin zyrat qendrore të Ministrisë së Kulturës. Kërkoi një takim. Sekretarja e shikoi me një shprehje të çuditshme. Ju nuk keni takim të caktuar, i tha ajo. Unë e di, tha Neshmija, por unë kam ardhur nga larg, ju lutem, vetëm 5 minuta. Sekretarja u ngrit dhe hyri në një zyrë. Pas 10 minutash ajo u kthye. Ministri nuk ka kohë sot, tha ajo, por dikush tjetër do t'ju takoj. Neshmija u çua në një zyrë në katin e tretë. Ishte një dhomë e vogël, pa dritare, me mure gri dhe një tries të vjetër druri. Aty e priste një burr në të 50-tat, me sy të ftohtë dhe buzëqeshje që nuk arrinte në sy. Zonja Pagarusha, tha ai. Çfarë befasie e këndshme. Por toni i tij nuk ishte i këndshëm. Ishte ironik, ishte përçmues. Neshmija u ul dhe filloi të flasë. Ajo i shpjegoi se ajo nuk ishte bërë asgjë të keqe, se ajo vetëm këndonte për popullin e saj, se ajo nuk ishte asnjë lidhje me politikën, se ajo vetëm donte të vazhdonte punën e saj. Burri e dëgjoi pa e ndërprer. Kur ajo mbaroi, ai u përkull përpara dhe tha: Neshmije, problemi nuk është se çfarë keni bërë. Problemi është se çfarë përfaqësoni. Ju jeni një simbol, dhe simbolet janë të rrezikshme, veçanërisht në kohë si këto. Ajo përpoj të protestonte, por ai e ngriti dorën. Unë nuk kam ardhur këtu për të debatuar me ju, tha ai. Unë kam ardhur për t'ju dhënë një mesazh,
Një mesazh nga njerëz shumë më lartë se unë. Njerëz që vendosin për gjëra shumë më të mëdha se karriera juaj. Dhe mesazhi është ky: ju duhet të heshni. Tani, përgjithmonë. Nëse nuk e bëni, pasojat nuk do të jenë vetëm për ju. Do të jenë për të gjithë ata që ju doni. Ai nxori një zarf nga sirtari dhe ja dha asaj. Brenda këtij zarfi ka fotografi, tha ai. Fotografi të fëmijëve tuaj, të burrit tuaj, të prindërve tuaj. Shikojeni mirë. Dhe pastaj vendosni nëse vlen të vazhdoni këtë luftë të humbur. Neshmia nuk e hapi zarfin. Ajo e dinte se çfarë kishte brenda. Ajo e dinte se ky ishte kërcënimi përfundimtar. Ajo u ngrit pa thënë asnjë fjalë, ve doli nga zëra. Ajo u kthye në Prishtinë atë ditë duke ditur se lufta kishte mbaruar, se ajo kishte humbur, se nuk kishte më shpresë. Por edhe në atë humbje, Neshmia nuk u dorëzua plotësisht. Ajo vendosi të regjistronte atë kasetë. Ajo vendosi të linte një dëshmi, jo për të sotmen, por për të ardhmen. Për një kohë kur ndoshta e vërteta do të mund të dilte në dritë pa rrezikuar jetën e askujt. Ajo e regjistroi atë kasetë në një natë kur të gjithë në shtëpi flinin. Ajo foli për gjithçka, për presionin, për kërcënimet, për vizitat, për takimin në Beograd, për fotografitë, për zgjedhjen e pamundur që ajo u detyrua të bënte. Dhe në fund, ajo tha diçka që e thyej në zemrën e çdo njeriu që e dëgjoi më vonë. Unë nuk po hesht sepse kam frikë për veten. Unë po hesht sepse kam frikë për ta, për fëmijët e mi, për burrin tim, për prindrit e mi. Dhe nëse heshtja ime do t'i mbaj ata të sigurt, atëherë unë do të hesht deri në varr. Por le ta di bota se kjo heshtje nuk është zgjedhja ime, është dënimi im. Pas regjistrimit të asaj kasete, Neshmia e fsheu atë në vendin më të papritur që mund të gjente. Ajo nuk ja tregoi askujt, madje as burrit të saj, sepse sa më pak njerëz ta dinin, aq më e sigurt ishte. Ajo jetoi me atë sekret për 37 vjet, dhe vetëm pak ditë para se të vdiste, ajo ja tregoi vajzës së saj më të madhe. Ka një kaset, i tha ajo, në kutinë me rroba të vjetra në bodrum. Mos e dëgjo tani, dëgjoje kur unë të mos jem më, dhe pastaj vendos vetë nëse bota duhet ta di. Vajza e saj e dëgjoi kasetën 3 muaj pas vdekjes së nënës së saj. Ajo qau për orë të tëra. Ajo nuk e kishte ditur kur se sa kishte vuajtur nëna e saj, sa kishte luftuar, sa kishte sakrifikuar. Dhe tani, duke dëgjuar atë zë të thyer, ajo e kuptoi se nëna e saj kishte qenë shumë më e fortë se sa ajo kishte menduar ndonjëherë. Por pyetja që vajza e saj u bë ishte kjo: a duhej ta publikonte këtë kaset? A duhej ta ndante me botën? Apo duhej ta mbante sekret, siç kishte bërë nëna e saj për kaq shumë vite? Ajo u konsultua me vëllezërit e saj. Ata ishin të ndarë. Disa mendonin se e vërteta duhej të dilte në dritë. Të tjerët mendonin se kjo do të rihapte plagë të vjetra, se do të silte dhimbje të re, se ndoshta ishte më mirë që disa gjëra të mbeteshin të fshehta. Por në fund, ata vendosën se nëna e tyre kishte regjistruar atë kaset me një arsye, se ajo kishte dashur që e vërteta të dihej, dhe se ata kishin detyrimin të respektonin dëshirën e saj. Kështu që ata e publikuan, dhe kur bota e dëgjoi, reagimi ishte i fuqishëm. Njerëz që kishin menduar se Neshmia thjesht ishte tërhequr nga zgjedhja e saj, tani e kuptuan se ajo kishte qenë viktime një sistemi brutal. Njerëz që kishin harruar emrin e saj, tani e kujtonin me një respekt të ri. Dhe njerëz që kishin qenë pjesë e atij sistemi, tani u detyruan të përballen me atë që kishin bërë. Por a ishte kjo mjaft? A ishte publikimi i një kasete mjaft për të sjellë drejtësi? A ishte mjaft për të shpërblyer vuajtjet e Neshmie Pagarushas? Shumë njerëz mendojnë se jo, sepse ata që e detyruan të hesht, kur nuk u ndëshkuan. Ata që shkruan raportet, që dhanë urdhrat, që vizituan shtëpinë e saj atë natë të janarit, që e kërcënuan me fotografi të fëmijëve të saj, asnjë prej tyre nuk u përball me drejtësinë. Disa vdishen pa u pjetur kurrë. Disa jetojnë ende, të vjetër dhe të harruar, por të lirë. Dhe kjo është padrejtësia më e madhe. Jo vetëm se Neshmia u detyrua të hesht, por se ata që e detyruan kurrë nuk paguan çmimin. Në arkivat e UDBA-s që u hapën pas shpërbërjes së Jugosllavisë, u gjet një dosie tjetër. Kjo dosie kishte një kod të veçantë, Operacioni Pasqir. Brenda saj kishte një listë në 53 emra: artist, shkrimtar, gazetar, profesor, të gjithë shqiptar, të gjithë nga Kosova, dhe të gjithë të konsideruar si elemente të rrezikshme për unitetin e shtetit. Emri i Neshmie Pagarushas ishte numri 7 në atë listë. Por ajo që ishte edhe më shokuese, ishte ajo që shkruhej pranë emrit të saj: neutralizimi suksesshëm. Subjekti ka pushuar të gjitha aktivitetet publike, nuk paraqet më kërcënim, rasti i mbyllur. Ishte shkruar në maj të vitit 1984,
vetëm 1 muaj pas nënshkrimit të letrës së dorëheqjes. Për ta, ajo ishte thjesht një rast i mbyllur, një problem i zgjidur, një kërcënim i neutralizuar. Por për Nekshmien ishte fundi i gjithçkaje që ajo kishte dashur dhe për të cilën kishte punuar gjithë jetën. Por operacioni pasqyrë nuk ishte vetëm për Nekshmien, ishte një plan i gjerë për të heshtur çdo zë që mund të frymëzonte rezistencë, çdo artist që mund të bëhej simbol, çdo intelektual që mund të mobilizonte masat. Plani ishte i thjesht por efektiv. Mos i arresto, sepse kjo do t'i bënte martir. Mos i vrit, sepse kjo do të shkaktonte zemrim. Thjesht izolozhi, friksoi, detyroi të zgjedhin midis artit të tyre dhe familjeve të tyre. Dhe shumica, si Neshmia, do të zgjedhin familjen. Sepse kjo është natyra njerëzore, kjo është dashuria. Dhe kjo është pikërisht ajo që e bën këtë lloj represioni kaq të tmerrshëm. Sepse ai nuk shkatëron vetëm individin, ai shkatëron shpirtin, ai shkatëron shpresën, ai shkatëron vetë idenë se arti mund të jetë i lirë. Në dosjen e operacionit pasqyrë gjenden edhe raporte mbi efektivitetin e metodave të përdorura. Një raport i shkruar në shtator të vitit 1984 vlerëson se metoda e presionit familjar ka qenë jashtëzakonisht e suksesshme. Nga 53 subjektet e synuara, 28 kanë pushuar aktivitetet e tyre publike brenda 6 muajve. 5 të tjerë janë larguar nga vendi. Vetëm 3 vazhdojnë të jenë aktiv, por në monitorim të rrept. Këto shifra tregojnë shkallën e operacionit. Kjo nuk ishte një rast i izoluar. Kjo ishte një fushat sistematike. Një fushat që kishte si qëllim shkatërimin e elitës intelektuale dhe artistike shqiptare në Kosovë. Dhe ajo ishte pothuajse plotësisht e suksesshme. Por çfarë ndodhi me ata 3 që vazhduan të ishin aktiv? Emrat e tyre nuk janë të zbuluar plotësisht në dosje, por ka shëmime që tregojnë se ata u vunë në presion edhe më të madh. Njëri prej tyre u arrestua më vonë me akuza të fabrikuara. Një tjetër u detyrua të emigronte pas kërcënimeve të vazhdueshme. Dhe i treti, sipas një shënimi të shkurtër, Kuoto, ndërkrijuar 26, ndërkrijuar 8, u neutralizua me metoda alternative. Kuoto, ndërkrijuar 29, çfarë do të thonë? Kuoto, ndërkrijuar 170 metoda alternative. Kuoto, ndërkrijuar 171. Dosja nuk e shpjegon, por ata që njohin historinë e asaj kohe e dinë se kjo mund të nënkuptonte gjithçka, nga helmimi deri te aksidentet e organizuara. Kjo ishte realiteti i jetës në Kosovë në vitet 80. Kjo ishte çmimi i të qenit zë i lirë. Neshmia e dinte për disa prej këtyre rasteve. Ajo kishte njohur disa prej atyre njerëzve. Ajo kishte parë se çfarë u kishte ndodhur atyre. Dhe kjo e bënte zgjedhjen e saj edhe më të dhimbshme, sepse ajo e dinte se nëse nuk heshte, ajo nuk do të ishte vetëm ajo që do të vuante. Fëmijët e saj mund të përfundonin si fëmijët e atyre të tjerëve, të shpërngullur, të traumatizuar, të privuar në ardhmja. Dhe kjo ishte diçka që ajo nuk mund ta lejonte. Kështu që ajo zgjodhi heshtjen, jo sepse ishte e dobët, por sepse ishte nën. Dhe dashuria e një nëne është më e fortë se çdo ambicie personale. Por heshtja e saj pati një kosto që ajo nuk e kishte parashikuar, kosta psikologjike. Çdo ditë që kallonte pa kënduar ishte si një vdekje e vogël. Çdo herë që ajo dëgjonte dikë tjetër duke kënduar këngët që ajo kishte dashur, ajo ndjente një dhimbje fizike në gjoks. Çdo herë që ajo shihte një koncert në televizion, ajo duhej të largohej nga doma, sepse nuk mund ta duronte. Ajo filloi të vuante nga pagjumësia, nga ankthi, nga depresioni. Por ajo nuk kërkoi ndihmë, sepse si mund të shpjegonte për një doktor se çfarë po ndjente? Si mund t'i thoshte se ajo po vdiste nga brenda, sepse nuk mund të bënte atë që ishte lindur për të bërë? Askush nuk do ta kuptonte. Kështu që ajo vuajti në heshtje, ashtu si kishte heshtur për gjithçka tjetër. Familja e saj e vuri re ndryshimin. Burri i saj e shihte se si ajo po zbehej. Fëmijët e saj e shihnin se si ajo po tërhiqej gjithnjë më shumë në vetvete, por ata nuk dinin se çfarë të bënin. Si mund ta ndihmonin? Çfarë mund t'i thoshin? Ata u përpoqën ta bënin të ndihej të dashur, ata u përpoqën ta mbajnë të zënë, por asgjë nuk funksiononte, sepse dhimbja që ajo ndjente nuk ishte diçka që mund të shërojë me dashuri familjare, ishte një dhimbje ekzistenciale, ishte humbja e identitetit, ishte vdekja e shpirtit, dhe nga kjo lloj vdekje nuk ka shërim. Në vitet që pasuan, Neshmia u përpoq të gjejë mënyra të tjera për të shprehur veten. Ajo filloi të shkruante poezi që askush nuk i lexoi kurrë. Ajo i mbante në një fletore të fshehtë që i ruante në ndyshek. Poezit ishin plot dhimbje, plot mall, plot zemrim. Ato flisnin për zogë që kishin humbur zërin, për lule që kishin vishkur para se të lullzonin, për yje që ishin shuar para se të ndriconin plotësisht.
Ishin metafora të jetës së saj, të asaj që ajo kishte qenë dhe të asaj që ajo nuk do të ishte kur më. Dhe në ato poezi, ajo gjeti një lloj ngushëllimi, jo shumë, por mjaft për të vazhduar, mjaft për të mbijetuar një ditë tjetër. Por a ishte kjo jetë? A ishte kjo ekzistencë? Të jetosh çdo ditë duke ditur se ti je hije e asaj që ke qenë, të shohësh vitet që kalojnë duke ditur se çdo vit që kalon është një vit i humbur, të plakesh duke ditur se ti nuk e jetuar kur plotësisht. Kjo ishte realiteti i Neshmije Pagarushës, dhe kjo ishte realiteti i shumë të tjerëve si ajo. Njerëz që u detyruan të zgjedhin midis asaj që ishin dhe sigurisë së atyre që donin. Njerëz që zgjodhen dashurinë mbi lavdin, por që paguan çmimin e asaj zgjedhjeje çdo ditë të jetës së tyre. A mund të imagjinoni se si është të kesh një talent që bota e admiron, por të mos mund ta përdorësh? A mund të imagjinoni se si është të dëgjosh zërin tënd në kokën tënde, por të mos mund ta nxjerrësh jashtë? A mund të imagjinoni se si është të jetosh me frikën e vazhdueshme se nëse flet, nëse këndon, nëse bën atë që të bën, të ndihesh i gjallë, ata që ti do më shumë do të vuajnë? Kjo ishte jeta e Neshmije Pagarushës. Dhe kjo është arsyeja pse historia e saj duhet të tregohet, jo vetëm për të nderuar kujtimin e saj, por për të siguruar që kjo të mos ndodh kur më me askënd. Në dimrin e vitit 1995, 11 vjet pas heshtjes së saj të detyruar, Neshmije Pagarusha mori një vizitë të papritur. Ishte një grua e re, rreth 25 vjeçe, që thoshte se ishte gazetare. Ajo kërkoi një intervistë, vetëm për të folur për artin tuaj, tha ajo, për të kujtuar kohën e art. Neshmija ishte e dyshimt. Ajo nuk kishte dhënë intervista për vite, ajo nuk kishte folur publikisht për asgjë, por diçka në zërin e asaj vajze e bëri të ndjehej të sigurt. Ndoshta ishte lodhja, ndoshta ishte vetmia, ndoshta ishte dëshira e thellë për të folur, për të dëgjuar, për të ekzistuar përsëri, qoftë edhe për një moment. Kështu që ajo pranoi. Gazetarja erdhi me një magnetofon të vjetër. Ajo e vuri mbi tryezë dhe filloi të bënte pyetje. Pyetje të thjeshta në fillim, për këngët e para, për koncertet e para, për ndjenjat kur dilte në skenë. Neshmija u përgjigj me kujdes. Ajo foli për të kaluarën, por vetëm për pjesën e bukur, për dashurinë e publikut, për gëzimin e këndimit, për ëndra që kishte pasur kur ishte e re. Por pastaj gazetarja bëri një pyetje që ndryshoi gjithçka. Pse u tërhoqët? Pse në kulmin e karrierës suaj ju thjesht zhdukët? Neshmija ngriu. Zemra i filloi të rrahte fort. Ajo i shikoi vajzën dhe në sytë e saj pa diçka që nuk e kishte pritur. Mirëkuptim, jo kuriozitet. Jo ambicie gazetareske, por mirëkuptim të vërtet. Për një moment, Neshmija mendoi t'i tregonte të vërtetën, të hapte zemrën, të lironte peshën që kishte mbajtur për 11 vjet, por pastaj kujtoi fotografitë, kujtoi kërcënimet, kujtoi fëmijët e saj, dhe edhe pse 11 vjet kishin kaluar, frika ishte ende atje, e gjallë, e fortë, e pakapërcyeshme. Kështu që ajo buzëqeshi dobët dhe tha: "Isha e lodhur, kisha nevojë për pushim." Ishte e njëjta gënjeshtër që kishte thënë për vite, e njëjta gënjeshtër që bota kishte pranuar. Por kësaj here gazetarja nuk e pranoi. Ajo u përkull përpara dhe tha me zë të ullët: "Neshmije, unë e di se nuk është e vërteta, dhe ju e dini se unë e di, por nëse nuk jeni gati të flisni, unë e kuptoj. Vetëm dua që ju të dini se kur të jeni gati, do të ketë njerëz që do t'ju dëgjojnë, që do t'ju besojnë, që do t'ju mbrojnë." Neshmija ndiu lot duke i mbushur sytë. Ishte hera e parë në 11 vjet që dikush i kishte thënë se ajo do të mbetej e mbrojtur nëse fliste. Ishte hera e parë që dikush i kishte dhënë shpresë se ndoshta, vetëm ndoshta, koha kishte ndryshuar. Se ndoshta sistemi që e kishte shtypur nuk ishte më aq i fortë. Se ndoshta ajo mund të fliste pa rrezikuar ata që donte. Por edhe atë shpresë ajo nuk guxoi ta përqafonte plotësisht, sepse frika ishte bërë pjesë e saj. Ajo jetonte në eshtrat e saj, në frymëmarrjen e saj, në çdo mendim që ajo kishte. Kështu që ajo thjesht tha: "Faleminderit, por jo tani. Ndoshta një ditë, por jo tani." Gazetarja e kuptoi. Ajo e mbyli magnetofonin dhe u ngrit për të ikur. Por para se të dilte, ajo i la Neshmijës një numër telefoni. "Nëse ndonjëherë ndryshoni mendje," tha ajo. "Nëse ndonjëherë doni të flisni, më telefononi. Në çdo kohë, ditë apo natë, unë do të jem këtu." Neshmija e mori numrin dhe e vuri në xhep. Ajo nuk e përdori kurrë, por fakti që e kishte, fakti që dinte se kishte dikë që do ta dëgjonte, i dha një lloj ngushëllimi, një lloj shprese të vogël që ajo e mbajti në zemër për vite që pasuan. Por pse ajo nuk foli? Pse edhe kur i dhan mundësinë ajo zgjodhi heshtjen? Përgjigja është e thjeshtë dhe e dhimbshme, sepse frika nuk zhduket me kalimin e kohës. Frika rritet. Ajo bëhet më e thellë.
Ajo depërton në çdo pjesë të jetës suaj, derisa ju nuk mund të imagjinoni të jetoni pa të. Neshmia kishte jetuar me atë frikë për kaq shumë vite sa ajo ishte bërë identiteti i saj. Ajo nuk dinte më si të jetonte pa të. Ajo nuk dinte më si të ishte e guximshme. Ajo kishte harruar se si ishte të ndjehej e lirë. Në vitet e fundit të jetës së saj, Neshmia u bë edhe më e tërhequr. Ajo dilte rrallë nga shtëpia. Ajo nuk takonte njerëz. Ajo jetonte në një lloj vetmie të zgjedhur që ishte njëkohësisht mbrojtje dhe burg. Fëmijët e saj, që tani ishin të rritur dhe kishin familjet e tyre, u përpoqen ta bindin të dilte më shumë. Të takonte njerëz, të jetonte. Por ajo thjesht tund kokën. Unë jam mirë këtu, thoshte ajo. Unë nuk kam nevojë për asgjë. Por ata e shihnin në sytë e saj. Ata e shihnin vetmin, ata e shihnin dhimbjen, dhe ata nuk dinin se çfarë të bënin. Një ditë, vajza e saj më e madhe e gjeti duke qarë në dhomën e saj. Ajo po mbante një fotografi të vjetër, një fotografi nga një koncert i vitit 1983. Në fotografi, Neshmia qeshte. Ajo ishte e rrethuar nga njerëz që duartrokisnin. Ajo duke e lumtur, ajo duke e gjallë. Vajza e saj u ul pranë saj dhe e përqafoi. Nën, tha ajo, çfarë ndodhi? Pse nuk na tregove kurrë? Neshmia e shikoi me sy plot lot dhe tha, sepse disa gjëra janë shumë të dhimbshme për t'u treguar, sepse disa barë duhet t'i mbash vetë, sepse disa sakrificë bëhen në heshtje. Vajza e saj nuk e kuptoi plotësisht atëherë, por vite më vonë kur dëgjoi kasetën, ajo e kuptoi, dhe ajo çau për nënën e saj, për dhimbjen që ajo kishte mbajtur, për sakrificën që ajo kishte bërë, për dashurinë që ajo kishte treguar duke zgjedhur heshtjen. Neshmia Pagarusha vdiq në vitin 2021, në moshën 81 vjeç. Ajo vdiq në heshtje, ashtu si kishte jetuar për 37 vjet. Por vdekja e saj nuk ishte fundi i historisë së saj, ishte fillimi, sepse pas vdekjes së saj, dosjet filluan të hapen, dëshmitarët filluan të flasin, kaseta u gjet, dhe e vërteta që kishte qenë e fshehur për kaq shumë vite, filloi të dilte në dritë. Dhe kur njerëzit e mësuan atë të vërtet, ata e kuptuan se Neshmia nuk ishte thjesht një këndëtare që u tërhoq. Ajo ishte një heroin që sakrifikoi gjithçka për të mbrojtur ata që donte. Por pyetja që mbetet është kjo: sa heroin të tjerë si ajo ekzistojnë? Sa njerëz të tjerë jetuan dhe vdiqën në heshtje duke mbajtur sekrete që bota nuk i dinte kurrë? Sa histori të tjera presin të tregohen? Dhe çfarë detyrimi kemi ne si shoqëri për të treguar ato histori? Jo vetëm për të nderuar kujtimin e atyre që vuajtën, por për të mësuar nga e kaluara. Për të siguruar që e ardhmja të jetë ndryshe. Që asnjë artist të mos detyrohet kurrë më të zgjedhë midis zërit të tij dhe sigurisë së familjes së tij. Që asnjë njeri të mos detyrohet kurrë më të jetojë në frikë për atë që është. Historia e Neshmie Pagarushës është një histori e dhimbjes, por është edhe një histori e dashurisë. Dashurisë së një nëne që zgjodhi fëmijët e saj mbi lavdinë e saj. Dashurisë së një gruaje që sakrifikoi shpirtin e saj për të mbrojtur ata që i donte. Dhe kjo dashuri, edhe pse e dhimbshme, është ajo që e bën historinë e saj të pavdekshme. Sepse dashuria e vërtet nuk është ajo që bëhet në dritë. Dashuria e vërtet është ajo që bëhet në errësirë, në heshtje, në sakrificë. Dhe Neshmia Pagarusha e tregoi atë dashuri çdo ditë të 37 viteve të fundit të jetës së saj. A e meritonte ajo një fat më të mirë? Absolutisht. A duhej ajo të detyrohej të bënte atë zgjedhje? Kurrë. Por ajo e bëri. Dhe ne duhet ta nderojmë atë zgjedhje, jo duke e harruar, por duke e kujtuar, duke e treguar, duke e transmetuar tek brezat e rinj, që ata të dinë se çfarë ndodhi, që ata të kuptojnë çmimin e lirisë, që ata të vlerësojnë atë që kanë, dhe që ata të luftojnë për të siguruar që kjo të mos ndodhë kurrë më. Në një shtëpi të vogël në lagjen e vjetër të Prishtinës, ku muret mbanin ende erën e kohës së vjetër, u gjet një çantë lëkure e fshehur pas një dollapi të vjetër. Brenda saj kishte dokumente që askush nuk i kishte parë për 40 vjet. Letra zyrtare me vulla të kuqe, raporte të shkruara me dorë dhe një listë me emra. 53 emra, secili me një kod pranë tij. Por ajo që tërhoqi vëmendjen e atyre që e hapën çantën, ishte një dosie e veçantë e shnuar me shkronja të zeza, agentët tanë. Brenda saj kishte fotografi të njerëzve që dukeshin të njohur, artist, shkrimtar, madje edhe disa që kishin qenë miq të Neshmie Pagarushës. Pranë çdo fotografie kishte një pseudonim dhe një numër identifikimi. Këta nuk ishin viktima, këta ishin bashkëpunëtor.
Këta ishin ata që raportuan për të tjerët, që tradhtuan miqtë e tyre, që shërbien për një sistem që shtypi popullinë e tyre. Dhe njeri prej atyre emrave kur u zbulua, shkaktoi një tronditje që vazhdon edhe sot, sepse ai ishte dikush që të gjithë e besonin, dikush që ishte në dasmat, në ahengjet, në momentet më intime të jetës së Neshmije Pagarushës. Dikush që ajo e konsideronte si vëlla. Emri i tij ishte Agim Krasniqi, një muzikant i talentuar që kishte luajtur në shumë koncerte me Neshmijen, një burr me buzëqeshje të gjerë dhe humor që bënte të gjithë të qeshnin. Një njeri që dukej se e donte artin dhe popullinë e tij, por dokumentet tregojnë një të vërtet tjetër. Agim Krasniqi, me pseudonimin Shqiponja, kishte qenë informator i UDBA-s që nga viti 1979. Për 15 vjet ai kishte raportuar për kolegët e tij, për biseda private, për shaka të thëna pas një gote raki, për mendime të shprehura në momente kur njerëzit mendonin se ishin të sigurt. Dhe raportet e tij kishin kontribuar në shkatërimin e karrierave të djetra artistëve, duke përfshirë edhe Neshmije Pagarushën. Në një raport të datës 10 shkurt 1984, vetëm 2 muaj para se Neshmija të nënshkruante letrën e dorëheqjes, Agim Krasniqi shkruan: Subjekti Pagarusha po bëhet gjithnjë më e vështirë për të kontrolluar. Ajo flet haput për padrejtësitë që po ndodhin. Ajo shpreh simpati për ata që janë arrestuar. Ajo po bëhet një pikë referimi për elemente nacionaliste. Rekomandoj masa të menjëhershme dhe vendimtare. Ajo duhet të heshtet para se të bëhet shumë vonë. Ky raport, i shkruar nda dikush që Neshmija e konsideronte mik, ishte një nga arsyet kryesore pse ajo u vu në presion kaq të madh. Ishte një nga arsyet pse ajo u detyrua të zgjedh midis zërit të saj dhe sigurisë së familjes së saj. Dhe Agim Krasniqi e dinte saktësisht se çfarë po bënte. Ai nuk ishte një viktimë e sistemit, ai ishte një bashkëpunëtor i vullnetshëm. Por pse ai e bëri këtë? Çfarë e shtyu një artist, një njeri që supozohej të kuptonte vlerën e lirisë krijuese, të tradhtoi kolegët e tij? Dokumentet sugjerojnë disa arsye. Së pari, ai paguhej. Çdo raport që ai dorëzonte i sillte një shumë parash, jo shumë të mëdha, por të mjaftueshme për të jetuar më mirë se shumica. Së dyti, ai kishte privilegje. Ai merrte leje për të udhëtuar jashtë vendit, diçka që shumë pak artistë mund ta bënin. Ai merrte koncerte në vendet më të mira, ai merrte transmetimet më të shpeshta në radio. Dhe së treti, ai kishte mbrojtje. Kur ai vetë bënte gabime, kur ai vetë thoshte gjëra që mund të konsideroheshin problematike, askush nuk e prek, sepse ai ishte i tyre. Ai ishte një nga agjentët e tyre më të vlefshëm. Neshmija nuk e dinte kurrë për tradhtinë e Agim Krasniqit. Ajo vdiq duke menduar se ai kishte qenë miku i saj. Ajo vdiq duke kujtuar momentet e bukura që kishin ndarë së bashku. Ajo vdiq pa ditur se ai ishte njëri nga ata që i kishin shkatëruar. Dhe kjo është ndoshta dhimbja më e madhe. Jo vetëm se ajo u tradhtua, por se ajo nuk e mësoi kurrë se kush e tradhtoi. Aho jetoi dhe vdiq me një imazh të rrem të njerëzve që e rrethonin. Dhe kjo është një nga krimet më të mëdha të sistemeve të tilla. Ata nuk shkatërrojnë vetëm individët, ata shkatërrojnë besimin. Ata shkatërrojnë miqësitë. Ata shkatërrojnë vetë idenë se njerëzit mund t'i besojnë njëri tjetrit. Kur emri i Agim Krasniqit u zbulua si informator, reagimi ishte i fuqishëm. Njerëz që e kishin njohur, që kishin punuar me të, që e kishin konsideruar mik, nuk mund ta besonin. Disa refuzuan ta pranonin. Jo Agimi, thoshin ata, ai nuk mund ta ketë bërë këtë. Por dokumentet ishin të qarta. Nënshkrimi i tij ishte atje, raportet e tij ishin atje. Dhe detajet që ai kishte dhënë ishin aq specifike sa nuk kishte dyshim. Ai kishte qenë atje, ai kishte dëgjuar, ai kishte raportuar, dhe ai kishte kontribuar në shkatërimin e jetëve të njerëzve që e besonin. Por çfarë ndodhi me Agim Krasniqi pas zbulimit të së vërtetës? Ai ishte ende gjallë kur dosjet u hapën. Ai jetonte në një shtëpi të vogël në periferi të Prishtinës, i pensionuar, i harruar në shumica. Kur gazetarët shkuan ta pyesnin, ai fillimisht mohoi gjithçka. Këto janë dënjeshtra, thaj. Këto janë dokumente të fabrikuara. Por kur i treguan kopjet e raporteve me nënshkrimin e tij, ai u heshtur. Ai nuk ishte çfarë të thoshte. Ai thjesht mbili derën dhe nuk doli më. Fqinjet tregojnë se ai u bë një hije. Ai nuk dilte më nga shtëpia. Ai nuk fliste me askënd. Ai jetonte në një lloj vetmie të zgjedhur që ishte njëkohësisht turp dhe frikë. Frikë se dikush mund ta sulmonte. Frikë se dikush mund të kërkonte hakmarrje. Frikë se ai do të paguante çmimin e tradhtisë së tij. Por a pagoja i vërtet çmimin? Disa thonë po. Ata thonë se vetmia e tij, turpi i tij, ishte dënimi mjaftueshëm. Të tjerë thonë jo. Ata thonë se ai duhet ishte përballur me drejtësinë,
se ai duhet ishte gjykuar, se ai duhet të kishte kërkuar falje publikisht. Por asgjë nga kjo nuk ndodhi. Ai jetoi në atë shtëpi të vogël deri në vitin 1025, kur vdiq në moshën 87 vjeç. Ai vdiq pa u penduar kur publikisht, pa u përballur kur me ata që kishte tradhtuar, pa u dhënë kur llogari për atë që kishte bërë. Dhe kjo është një nga padrejtësitë më të mëdha të kësaj historie, se viktima, Neçmie Pagarusha, pagoi çmimin me gjithë jetën e saj, ndërsa tradhtari Agim Krasniqi jetoi dhe vdiq në paqe relative. Por historia e Agim Krasniqit nuk është e vetmja. Ai ishte vetëm njëri nga shumë. Dosjet zbulojnë se kishte 10 informatorë të tjerë. Disa prej tyre ishin artistë, disa ishin shkrimtar, disa ishin thjesht njerëz të zakonshëm që zgjodën të bashkëpunojnë për para, për privilegje, për mbrojtje. Dhe të gjithë ata kontribuan në shkatërimin e një brezi të tërë intelektualësh dhe artistësh shqiptar në Kosovë. Të gjithë ata ishin pjesë e një makinerisë që kishte si qëllim fshirjen e identitetit, të kulturës, të vetë ekzistencës së një populli. Dhe shumica prej tyre nuk paguan kur çmimin. Shumica prej tyre jetuan jetë normale. Disa madje u bën të suksesshëm pas rënies së sistemit, sepse ata ishin të zgjuar. Ata fshehtën të kaluaren e tyre. Ata gënjen për rolin e tyre. Dhe në mungesë të drejtësisë së vërtet, ata shpëtuan. A është kjo e drejtë? A është kjo e pranueshme? Shumica e njerëzve do të thonë jo. Por realiteti është se kjo është ajo që ndodhi. Dhe kjo është arsyeja pse histori si ajo e Neçmie Pagarushës duhet të tregohen, jo vetëm për të nderuar viktimat, por për të ekspozuar tradhtarët, për të siguruar që emrat e tyre të mos harrohen, që veprat e tyre të mos falen, që brezat e rinj të dinë se kush ishin ata që tradhtuan popullin e tyre për para dhe privilegje. Sepse vetëm duke ditur të vërtetën, vetëm duke përballur të kaluarën, ne mund të ndërtojmë një të ardhme ku kjo nuk do të përsëritet kurrë. Por sa njerëz të tjerë si Agim Krasniqi ekzistojnë ende? Sa prej tyre jetojnë mes nesh duke mbajtur sekretet e tyre, duke shpresuar se e vërteta nuk do të dalë kurrë në dritë? Dhe çfarë detyrimi kemi ne për t'i ekspozuar ata? Këto janë pyetje të vështira, sepse nga njëra anë ne duam drejtësi. Ne duam që ata që bën keq të paguajnë çmimin, por nga ana tjetër ne duam paqe. Ne duam të ecim përpara. Ne duam të ndërtojmë një shoqëri të re pa u ngarkuar me urrejtjen e së kaluarës. Por a mund të ketë paqe pa drejtësi? A mund të ketë pajtim pa të vërtetë? Këto janë pyetje që çdo shoqëri që ka kaluar nëpër represion duhet t'i përballojë, dhe përgjigjet nuk janë të lehta. Në pranverën e vitit 1022, një vit pas vdekjes së Neçmie Pagarushës, u organizua një ceremoni përkujtimore në Prishtinë. Qindra njerëz erdhën, artistë, intelektual, njerëz të thjeshtë që e kujtonin atë me dashuri. Në skenë u vendos një fotografi e madhe e saj nga vitet 80, kur ajo ishte në kulmin e karrierës. Ajo buzëqeshte në atë fotografi, ajo duke e lumtur, ajo duke e gjallë. Dhe kur njerëzit e shihnin atë fotografi, ata kujtonin jo vetëm këngëtaren e madhe që ajo kishte qenë, por edhe gruan që kishte vuajtur në heshtje. Gruan që kishte sakrifikuar gjithçka për të mbrojtur ata që donte. Gruan që kishte jetuar me një dhimbje që askush nuk mund ta kuptonte plotësisht. Në atë ceremoni, vajza e saj më madhe mori fjalën. Ajo foli për nënën e saj, jo për këngëtaren, por për nënën. Për gruan që ajo kishte njohur në shtëpi. Për gruan që qante natën kur mendonte se askush nuk e dëgjonte. Për gruan që këndonte në zë të ulët kur ishte e vetme, duke kujtuar atë që kishte qenë. Nënime, tha ajo me zë të thirr, nuk ishte vetëm një këngëtare e madhe. Ajo ishte një grua e madhe. Ajo zgjodhi ne mbi lavdinë e saj. Ajo zgjodhi dashurinë mbi artin e saj. Dhe kjo zgjedhje, edhe pse e dimshme, është ajo që e bën atë heroin time. Jo sepse ajo këndoi për mira njerëz, por sepse ajo heshti për ne, për të na mbrojtur, për të na dhënë një jetë që ajo vetë nuk e pati kurrë. Fjalët e saj prekën zemrat e të gjithëve që ishin atje. Shumë qanë, shumë duart trokitën, dhe shumë u betuan se historia e Neçmie Pagarushës nuk do të harrohej kurrë, se emri i saj do të jetonte përgjithmonë, se sakrifica e saj do të kujtohej dhe nderohej. Por a është kjo mjaft? A është mjaft të kujtojmë? A është mjaft të nderojmë? Apo duhet të bëjmë më shumë? Duhet të sigurohemi se kjo nuk ndodh kurrë më. Duhet të ndërtojmë një shoqëri ku asnjë artist nuk detyrohet të zgjedhë midis zërit të tij dhe sigurisë së familjes së tij. Duhet të krijojmë një sistem ku liria e shprehjes është e mbrojtur, jo e kërcënuar. Këto janë pyetje që ne të gjithë duhet t'i bëjmë. Në vitet që kanë kaluar që nga vdekja e Neçmie Pagarushës, shumë gjëra kanë ndryshuar në Kosovë. Vendi është i lirë. Njerëzit mund të flasin hapur. Artistët mund të krijojnë pa frikë. Por kujtimi i asaj kohe kur kjo nuk ishte e mundur, duhet të mbetet gjallë.
sepse liria nuk është diçka që merret një herë për gjithmonë. Liria është diçka që duhet mbrojtur çdo ditë, çdo orë, çdo minutë. Dhe mënyra më e mirë për ta mbrojtur është të kujtojmë se çfarë ndodh kur ajo humbet. Të kujtojmë histori si ajo e Neshmije Pagarushës. Të kujtojmë dhimbjen që ajo përjetoi. Të kujtojmë sakrificën që ajo bëri dhe të betohemi se ne nuk do ta lejojmë kurrë që kjo të ndodhë. Por kujtimi nuk është mjaft. Ne duhet të veprojmë. Ne duhet të ndërtojmë institucione që mbrojnë lirinë e shprehjes. Ne duhet të krijojmë ligje që ndëshkojnë ata që përpiqen ta shtypin atë. Ne duhet të edukojmë brezat e rinj për vlerën e lirisë dhe çmimin e humbjes së saj. Ne duhet të tregojmë histori si ajo e Neshmije Pagarushës në shkolla, në universitete, në media. Ne duhet ta bëjmë të qartë se kjo nuk ishte thjesht një tragjedi personale. Kjo ishte një tragjedi kombëtare. Dhe ne kemi përgjegjësinë të sigurohemi se ajo nuk përsëritet kurrë. Sot, kur ecim nëpër rrugët e Prishtinës, kur dëgjojmë muzikë në radio, kur shohim koncerte në televizion, ne duhet të kujtojmë se kjo liri që ne gëzojmë sot u pagua me sakrificën e njerëzve si Neshmije Pagarusha. Njerëz që dan gjithçka për të mbrojtur identitetin ton. Njerëz që vuajtën në heshtje për të na dhënë një të ardhme më të mirë. Njerëz që nuk jetuan për të parë frytet e sakrificës së tyre, por që besuan se një ditë brezat e ardhshëm do të jetonin në një botë më të mirë. Dhe ne kemi detyrimin ndaj tyre, detyrimin të jetojmë atë liri që ata nuk e patën, detyrimin të krijojmë atë art që ata nuk mund ta krijonin, detyrimin të flasim atë të vërtetë që ata nuk guxuan ta flisnin. Historia e Neshmije Pagarushës është një histori e dhimbjes, por është edhe një histori e shpresës. Shpresës se edhe në errësirën më të thellë dashuria mund të ndriçojë. Shpresës se edhe në shtupjen më të ashpër dinjiteti mund të mbijetojë. Shpresës se edhe në heshtjen më të gjatë e vërteta mund të dalë në dritë. Dhe kjo shpresë është ajo që na mban të gjallë. Kjo shpresë është ajo që na jep forcë të vazhdojmë. Kjo shpresë është ajo që na bën të besojmë se ardhmja mund të jetë më e mirë se e kaluara. Po shpresa nuk është mjaft. Ne duhet të punojmë për atë të ardhme. Ne duhet të luftojmë për atë liri. Ne duhet të mbrojmë atë dinjitet. Dhe ne duhet ta bëjmë këtë jo vetëm për ne, por për ata që erdhën para nesh. Për ata që sakrifikuan gjithçka për të na dhënë mundësinë të jetojmë në një botë më të mirë. Për ata që heshtën për të na dhënë zë. Për ata që vdiqën për të na dhënë jetë. Ne u detyrohemi atyre. Dhe mënyra më e mirë për të shpërblyer është të jetojmë jetën që ata nuk mund ta jetonin. Të krijojmë artin që ata nuk mund ta krijonin. Të flasim të vërtetën që ata nuk guxuan ta flisnin. Në një mbrëmje të qetë të vjeshtës së vitit 2023, në një sallë të vogël në Prishtinë, u organizua një koncert përkujtimor për Neshmije Pagarushën. Këngëtare të reja që kishin lindur shumë kohë pas heshtjes së saj, kënduan këngët e saj. Ato i kënduan me respekt, me dashuri, me mirënjohje. Dhe kur ato kënduan, në sallë kishte heshtje. Jo heshtje e frikës, por heshtje e respektit, heshtje e kujtimit, heshtje e nderimit. Dhe kur koncerti mbaroi, njerëzit u ngritën në këmbë dhe duartrokitën për minuta të tëra. Ata nuk duartrokitën vetëm për këngëtaret e reja, ata duartrokitën për Neshmijen. Për gruan që nuk ishte atje për ta dëgjuar, për gruan që kishte heshtur për kaq shumë vite, për gruan që kishte sakrifikuar gjithçka për të mbrojtur ata që donte. Në fund të koncertit, një grua e vjetër u ngrit nga vendi i saj dhe shkoi në skenë. Ajo ishte një nga fqinjet e vjetra të Neshmije Pagarushës. Ajo kishte jetuar në të njëjtën lagje për 50 vjet. Ajo e kishte njohur Neshmijen në kohën e lavdis së saj, dhe ajo e kishte parë atë në vitet e heshtjes së saj. Ajo mori mikrofonin dhe foli me zë të dridhur. Unë e njeh Neshmijen, tha ajo. Unë e shija çdo ditë. Unë e shija se si ajo ecte me kokë ullur, se si ajo shmangte sytë e njerëzve, se si ajo jetonte në një lloj burgu të padukshëm. Dhe unë nuk e kuptoja pse. Unë mendoja se ajo thjesht ishte bërë e heshtur me moshën. Por tani kur e di të vërtetën, zemra më dhemb, sepse ajo nuk meritonte atë fat. Ajo meritonte të këndonte deri në ditën e fundit të jetës së saj. Ajo meritonte të dëgjonte duartrokitjet. Ajo meritonte të ndihej e dashur. Por ajo zgjodhi të heshtë për të mbrojtur ata që donte, dhe kjo e bën atë heroin më të madhe se çdo këngëtare që kam njohur ndonjëherë. Fjalët e saj prekën zemrat e të gjithëve që ishin atje. Shumë qanë, shumë përqafuan njëri tjetrin, dhe shumë u betuan se historia e Neshmije Pagarushës nuk do të harrohej kurrë, se emri i saj do të jetonte përgjithmonë, se sakrifica e saj do të kujtohej dhe nderohej nga brezi pas brezi. Por a është kjo mjaft? A është mjaft të kujtojmë? A është mjaft të nderojmë? Apo duhet të bëjmë më shumë? Ne duhet të bëjmë më shumë. Ne duhet të sigurohemi se historia e Neshmije Pagarushës mësohet në shkolla, se fëmijët tanë dinë se çfarë ndodhi, se ata kuptojnë çmimin e lirisë, se ata vlerësojnë atë që kanë. Ne duhet të ndërtojmë monumente për të, jo vetëm
Monumente fizike. Por monumente në zemrat tona, në kujtesën tonë, në veprat tona. Ne duhet ta bëjmë emrin e saj sinonim me sakrificën, me dashurinë, me dinjitetin. Ne duhet ta bëjmë historinë e saj një mësim për të gjithë ne. Një mësim se çfarë ndodh kur sistemi shtup individin, se çfarë ndodh kur frika bëhet armë, se çfarë ndodh kur njerëzit detyrohen të zgjedhin midis asaj që janë dhe sigurisë atyre që duan. Por më e rëndësishmja, ne duhet të ndërtojmë një shoqëri ku kjo nuk do të ndodh kurrë. Një shoqëri ku çdo artist mund të krijojë pa frikë, ku çdo njeri mund të flasë pa u kërcënuar, ku çdo familje mund të jetojë pa u shqetësuar se fjalët e tyre mund të sjellin pasoja. Kjo është trashëgimia e vërtetë që ne duhet t'ia lëmë Neshmije Pagarushës. Jo vetëm kujtimi i saj, por një botë më e mirë. Një botë që ajo ndroi, por nuk e pa kurrë. Një botë ku dashuria triumfon mbi frikën, ku e vërteta triumfon mbi gënjeshtrën, ku liria triumfon mbi shtypjen. Sot, kur dëgjojmë këngët e Neshmije Pagarushës, ne nuk dëgjojmë vetëm muzikë. Ne dëgjojmë zërin e një gruaje që refuzoi të thyet, që zgjodhi dashurinë mbi lavdin, që sakrifikoi gjithçka për të mbrojtur ata që donte. Ne dëgjojmë zërin e një heroinje që jetoi dhe vdiq me dinjitet, që nuk u pendua kurrë për zgjedhjen e saj, që dinte se ajo kishte bërë atë që ishte drejt, edhe pse ishte dimshme. Dhe kur ne dëgjojmë atë zë, ne duhet të kujtojmë se ajo nuk këndoi vetëm për ne. Ajo heshti për ne, dhe heshtja e saj ishte kënga më e fortë që ajo këndoi ndonjëherë. Historia e Neshmije Pagarushës nuk është vetëm historia e saj. Është historia e të gjithë atyre që u detyruan të heshtin. Është historia e të gjithë atyre që sakrifikuan gjithçka për të mbrojtur ata që donin. Është historia e të gjithë atyre që jetuan me dhimbje të fshehta që bota nuk i dinte kurrë. Dhe është historia jonë, sepse ne jemi trashëgimtarët e asaj dhimbjeje, ne jemi përfituesit e asaj sakrificë. Ne jemi ata që jetojmë në lirinë që ata nuk e patën. Dhe ne kemi detyrimin të nderojmë atë sakrificë, jo vetëm me fjalë, por me vepra, me jetën që jetojmë, me botën që ndërtojmë, me të ardhmen që krijojmë. Miq të dashur, historia e Neshmije Pagarushës na pyet të gjithëve: çfarë do të kishit zgjedhur ju? Nëse do të ishit në vendin e saj, nëse do të duhej të zgjidhni midis zërit tuaj dhe sigurisë së fëmijëve tuaj, çfarë do të bënit? Kjo nuk është një pyetje teorike, kjo është një pyetje që çdo njeri duhet ta bëjë vetes. Sepse vetëm duke e bërë këtë pyetje, vetëm duke u përpjekur ta kuptojmë dhimbjen e saj, ne mund ta nderojmë vërtet kujtimin e saj. Vetëm duke e vendosur veten në vendin e saj, ne mund ta çmojmë sakrificën e saj. Vetëm duke e ndjerë peshën e zgjedhjes së saj, ne mund ta kuptojmë madhështinë e saj. Neshmije Pagarusha nuk ishte një shenjtore, ajo ishte një grua me frikë, me dyshime, me dhimbje. Por ajo ishte edhe një grua me dashuri, me guxim, me dinjitet. Dhe në fund ishte dashuria që fitoi. Jo dashuria për lavdin, jo dashuria për artin, por dashuria për familjen, dashuria për fëmijët, dashuria që është më e fortë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Dhe kjo dashuri është ajo që e bën historinë e saj të pavdekshme, sepse dashuria e vërtet nuk vdes kurrë. Ajo jeton në zemrat e atyre që mbeten. Ajo jeton në kujtimin e atyre që e nderojnë. Ajo jeton në veprat e atyre që frymëzohen prej saj. Dhe ju, miq të dashur, çfarë mendoni për Neshmije Pagarushën? A ishte ajo viktime një sistemi mizor, apo heroin që zgjodhi vetë fatin e saj? A duhej ajo të vazhdonte të këndonte pavarësisht pasojave, apo bëri zgjedhjen e vetme të mundshme për një nënë që donte fëmijët e saj më shumë se gjithçka? A e kujtoni ju atë në qytetin tuaj, në lagjen tuaj, në familjen tuaj? A ka dikush në të afërmit tuaj që ka jetuar një histori të ngjashme? Shkruani mendimet tuaja në komentet më poshtë. Na tregoni nëse ju apo dikush që njihni keni përjetuar presion të ngjashëm. Na tregoni nëse mendoni se drejtësia u bë për Neshmijen dhe për të gjithë ata si ajo. Shtypni like nëse mendoni se kjo histori duhet të tregohet më shumë. Dhe abonohuni në kanalin ton për të dëgjuar më shumë histori të vërteta që nuk duhet të harrohen kurrë. Sepse vetëm duke i treguar këto histori, vetëm duke i mbajtur gjallë këto kujtime, ne mund të sigurohemi